Për aktorin e mirënjohur Mehdi Malkaj, 2025 ka qenë viti më i bukur i jetës së tij dhe për këtë ka një arsye. Gjatë një interviste televizive, ai rrëfeu se për vite me radhë familja e tij ishte përballur me një rrëmuj shpirtërore për shkak se i biri konsumonte lëndë narkotike. I përlotur aktori tha se më në fund ai është shëruar dhe nuk është më përdorues i drogës. Unë mendoj se ky është viti më i bukur i jetës dhe familjes time, për një arsye shumë të fortë. Unë kam 2 fëmijë, djalë edhe vajzë. Djali ka qenë përdorues droge për shumë vite, tani nuk është më. Nëse urren dikë shumë, mos e mallko kur, të pafsha fëmijët të përdorin drogë. Vit më të bukur se ky. Kam vite të tëra që kam luftuar e gjithë familja. Nëse ke një gjë të tillë kështu, nuk ka asnjëherë shtëpi. Është rrëmuj shpirtërore, theksoi aktori. Aktori tha se rikuperimi i djalit nuk është vetëm një fitore familjare, por edhe një mesazh për të gjithë prindrit që përballen me sfida të ngjashme. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.